Një marinar është dëmtuar mëngjesin e kësaj tenteje, duke punuar në një anije të peshkimit. Mësuese marinari është me shtetësi tuaj, sipas informacioneve i ardhur nga Egjipti. Ai ka qenë në momentin e ngjarjes në një anije peshkimi e cila kishte dalë në det që në orët e para të mëngjesit të kësaj tenteje, por përgjatë rrugës, në anije në fjalë është evidentuar një problem, duke lindur më pas nevoja që ky defekt të riparohej, por rrugës për të shmangur çdo lloj rreziku. Është një praktikë kjo e cila përdoret shpesh nga anijet e peshkimit në qytet, ku sa herë që dalin në det, në bordin e tyre është gjithmonë një person i cili ka një uri dhe ndihmon në riparimet momentale të vogla të defekteve të cilat mund të kryen edhe në det të hapur. Në këtë rast është vepruar po njësoj ku marinari nga Egjipti ka nisur të riparojë defektin në anije dhe më pas mendohet se duke punuar me një mjet prerës, dyshohet i lloj fleksibël ka dëmtuar rënd dorën. Kanë qenë personat e tjerë të cilët kanë qenë atë moment në anije, të cilët kanë thirrur menjëherë pasi kanë parë personin e dëmtuar policin kufitare. Është thirrur kjo e fundit për shkak se ka mjete ujore me shpejtësi të lartë për t'i dhënë mundësi marinarit të transportohet më shpejt drejt bregut. Njoftimi i është dërguar edhe kapitenerisë pranë portit hetar të Vlorës. Koha për t'i dhënë ndihmë mjekësore ka qenë e kufizuar për shkak se marinari ka prerë rëndorën me fleksibël, duke humbur shumë gjak brenda një kohe të shkurtër. Ka qenë një mjet lundrues i policisë kufitare, i cili ka shkuar në vendngjarje duke marrë marinarin për ta sjellë më pas drejt kalatës kryesore të portit të Vlorës. Njëkohësisht është lajmëruar edhe ekipi urgjencës së Vlorës, i cili ka shkuar në drejtim të kalatës së portit hetar duke pritur personin e lënduar. Në momentin që ai ka mbritur, një ambulancë ka pritur aty për ta transportuar më pas drejt spitalit të Vlorës për një ndihmë mjekësore më të specializuar. Ndërkohë, dëmtimet në një rëndor të tij janë të rënda, por fatmirësisht edhe për shkak të ndihmës mjekësore të DNK, personi në fjalë nuk ka rrezikuar jetën. Momentalisht ndodhet në spitalin e Vlorës, ku po merr trajtimin e dur mjekësor, raportuar jashtë rrezikut për jetën.